Dy vëllezërit Fatri dhe Ndreqimi Seberi, autor të dyshuar të një ngjarje të rëndë me armë zjarri në qytetin e Kukësit, janë vetë dorëzuar pranë strukturave të policisë së shtetit. Sipas një njoftimi zyrtar të policisë, dy shtetasit janë përfshirë në një konflikt fizik për motive të dobta me një 65 vjeçar një ditë më parë në vendin e quajtur Dëshmorët. Konflikti fillimisht ka qenë verbal, por më pas ka degraduar në përplasje fizike, duke kulmuar me përdorimin e armës së zjarrit. Gjatë konfliktit, shtetasin Ndreqimi Seberi dyshohet se ka goditur me qytën e pistoletës shtetasin Sadik Kapica, duke i shkaktuar dëmtime në kokë. Po ashtu, gjatë përdorimit të armës nga pakujdesia ka mbetur plagosur rënd shtetasi Amarildo Cena, 36 vjeç, i cili nuk ishte i përfshirë në konflikt. Ai është shëlluar në kofsh dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Sipas burimeve zyrtare, i plagosuri 36 vjeçar ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa gjendja e tij shëndetësore po monitorohet nga stafi mjekësor. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes, ndërsa materialet procedurale shtesë janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës për veprime të mëtejshme ligjore.